Jam në studio shumë pak temën e ditës edhe mënyrën se si është votuar në sondazh.tv, por temë ditë shumë mirë mund jetë edhe takimi i kryeministrit Rama dje në Greqi me Mitsotakis, edhe zhvillimet marrëdhëniet shqiptaro-greke, po edhe çështje të tjera dhe të ndryshme të aktualitetit. Gjithsesi ajo që ne diskutojmë duket le temi pak si një diskutim jo me vlerë, por në një farë mënyrë më besoni është. Atëherë, çfarë ndodh? Politikanë, zyrtarë që janë marrë të pandehur, por dhe qytetarë që arrestohen dhe që merren të pandehur, apo edhe zyrtarë të tjerë që nuk janë në nivele të larta. Çfarë ndodh në seancat gjyqësore, me gjitha edhe në gjykokopën seancat gjyqësore, pak a shumë, kjo është një praktik dhe kjo po kundërshtohet. Kur dalin seancat gjyqësore, shpesh janë në kafazin metalik, kafazin e hekurt apo edhe në kafazin e qelst. Të paktën 3 prej tyre, Velia, Meta, Ilir Beqja kanë bërë kërkesë që në seancë, përdimin seanca mos jemi në diçka të tillë, sepse na pengon, por edhe në komunikimin me avokatët apo po ashtu, pra edhe është në një lloj aspekti psikologjik. Edhe Komiteti i Helsinkit ka reaguar ditën e dieshme dhe ka deklaruar që është një cënim i drejtave të njerëzit dhe prezumon edhe pafajësinë, sepse dikush edhe nëse është i paraburgosur qytetar apo politikan, se këtu në një farë mënyrë nuk është se po bëjmë ndarje apo të mbrojmë dikë, prezumohet i pafajshëm. Ndoshta ne këtë diçka tillë në shqiptarët harrojmë shpesh. Në momentin që ka një akuzë ne themi është bërë fakt apo ka ndodhur. Jo, është prezumimi i pafajësisë deri në vendimin e formës prerë. Madje ka që kanë fituar në Strasburg apo në gjykata ndërkombëtare. Ju si mendoni, është apo jo tepruar kjo mbajtja në kafaz për politikanë dhe qytetarë? Nuk po i ndajmë. Në sondazh.tv janë më shumë se 1000 vota, 1063. 56.1% atyre që kanë votuar thonë që po, është deri diku e tepruar, rreth 38% thonë që jo, janë dakord diçka të tillë dhe 6% kanë zgjedhur atë alternativën e mesme jam i apo jam e dyzuar ose le të themi nuk e di. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje, diskutojmë dhe çështje të tjera. Mora pak kohë, po më duhet shpjegoje për çfarë diskutojmë. Urdhëroni dhe për çfarë bëhet fjalë. Përshëndetje. Mirëmëngjes, ju dëgjojmë me vëmendje me kënaqësi. Më thuaj, si të duket kjo çështje që trajtojmë dhe cili është mendimi juaj? Faleminderit që bëre dhe gjitha ta shpjegimet dhe duhen, sepse jo të gjithë njerëzit i kuptojnë këto problemet e drejtësisë. Po? Si të duket, më thuaj, të lutem, po. Këtu në Shqipëri jemi katandesur si vendet e botës tretë, se këtu drejtësia nuk funksionon. Se të mbash pushtetar, të mbash qytetar nga 1 vit e gjysmë 2 vjet, sigur janë krye kriminal, kjo është e papranueshme. Pra këtu duhet bërë një reformë e papare, e para e punës. E dyta, për sa i përket anëve të tjera, këtu ka probleme të mëdha, zoti gazetar, ka probleme të mëdha. Ai parlament e dëgjuat lajmin se ndodhi në Greqi që 16 deputet u hoq mandati. 13. Ato që duhet 13 sa ishin, s'ka rëndësi. Ja pra, kurse këtu tek ne në parlamentin shqiptar ka deputet që u kanë shërbyer agenturave të huaja që kanë bërë krime të tmerrshme, që kanë vrarë, kanë prerë dhe akoma po më ligjërojnë. Pra neve jemi në botën e tretë si shtet. Jemi në botën e tretë. Po? Pse nuk hiqet një mandati një deputet që ofendon një deputet apo një ka të bëjë me për shumë gjëra. Këtu ka marrë çdo gjë zoti Handi, por mua nuk më vjen mirë që të dali për shembull një kryetari i Partisë Demokratike dhe të thotë që Rama më del çdo ditë si kriminal në për kanale televizive, është e papranueshme më zoti kryetari. Dakor. Zoti Handi. Pse është e papranueshme? Ai është kryetar i shtetit. Është kryeministër, është kryetari një partie, dhe nuk flet si armik, po flet tamam si deputet, flet tamam si kryeministër. Pra, këti njeriu që flet kështu duhet heqë mandatin dhe të qërohet nga ai parlament, sepse ka vrarë, bin 20 veta, edhe më ka pardisë dhe i thot, më fal një përshprehje për një proverb popullor, i thot gomari kokoshi sa me ke vesh. Ai ka vrarë, ka prerë nga kryeministria. Mirë. Dakor, se shiko, këto mendime unë e kuptoj që kanë pak edhe atë dozën brenda, po ka vrarë 20.000 vetë për këdo qoftë. E tjerë. Ne këto po themi pra që prezumohet i pafajshëm deri në vendim gjykatës. Tani ju do thoni që ca gjëra dijeni kemi parë, po i futemi në diskutimin shumë të gjatë. Okej.
E fundit. Kur ti vret njerëz nga drejtarët e kryeministrisë, mendimin tuaj e kuptoj. Domethënë ai pranon që është kriminal. Mendimin tuaj e kuptoj. Faleminderit për telefonatën, pa u futur edhe le themi në polemik, por gjithmonë janë duhet drejtësia të vetë në vend, ndryshe ky vend s'ka për të përparuar para. Po, dakor, patjetër drejtësia është një nga shtyllat kryesore në çdo vend dhe në çdo shtet. Mirë, kjo ishte një bisedë, do zgjatëm disi, ndërsa në këtë moment do shkruajmë pak shumë shkurtimisht për një këshill shëndetësore për të gjithë ata apo ato që kanë vështirësi në të lëvizur, kanë probleme edhe me ecjen, patjetër. Oben është zgjidhja ideale perfekte. Ju ftoj të ndjekim materialin për të kuptuar me detaje sepse është e tillë. Numri i telefonit në ekran që më njëherë mund të telefononi ta bëni tuajin. Jemi në studio për një tjetër bisedë. Mirëmëngjesi, përshëndetje për temën e ditës, se jo vetëm ka disa argumente që mund t'i trajtojmë. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ju dëgjoj me vëmendje dhe kënaqësi, më thuaj. Urime për emisionin. Faleminderit, gjithmonë më uron. Të dëgjoj, jepi. Po. Po, është normale se je gazetari me unë me të ruë. Faleminderit, ju dëgjoj. Për emisionin e ditë sotit e për temë e ditë dhe të thëmë vetëm të dy fjallë. Po. E di Roma, kur bjen ngusht, shkon Greci. Edhe pse shkon Greci ta shpjegojon. Greku, mos me i pos familje të në 80% shqiptare, në e rujtë zote, në e për ushnosh, të punon Greci. Grecia është shteti i parë që rënë Shqipërinë çdo drejtim e çdo fushë të jetës. Asët nuk e ka hiq ligjin e lus me Shqipërinë. Asët as i lejmere nuk e bën popullit shqiptar për vizë, për çdo gjë që ka votuar as për Kosovën, as për Shqipërinë. Sa për mendimin tim, shkullja në Greci e Dirams është më mirë sikur përkaja që për i bërë dhe Vučićit me Kosovarët. Jeshtë dhe i sa për mua, të jetok dhe nesë në gjesë. Respekt për kohën që më dhe, shumë respekt për ty si gazetarë. Faleminderit për telefonatën, i mirë pritur në program. Në këto momente do të shkputemi sërish për pak, por për diçka shumë rëndësishme, një tjetër këshill shëndetësore këtë herë për gjithë ata që kanë probleme me prostatën dhe kanë vështirësi, po një bezdisje shumë të madhe me urinimin e shpeshtë, me gjithë gjetorëve të natës, me të vërtet bëhet problem i madh. Tmerr. Natyra Therapy sjell Prostatol Complex. E ndjekim me detaj dhe shembujt e suksesit. Edhe në këtë rast numri i telefonit në ekran, që ata që kanë këtë problematik mund ta bëjnë me një tyren duke telefonuar. Jam në studio, vjojmë komunikimin së bashku, duke parë edhe njerë edhe temën e ditës, por diskutimet e kemi bërë edhe për çështje të ndryshme të aktualitetit. Politikanë dhe qytetarë në momentin që shkojnë në gjyq që janë të pandehur, apo tjetër kanë një çështje gjyqësore të hapur apo mund të jenë në paraburgim, mbajnë atë kafaz, mund të jetë metalik i hekurt apo edhe i qelsht. A është e tepruar edhe që nuk e kanë marrë një vendim të formës prerë? Komiteti Shqiptar i Helsinit e ka cilësuar si një shkelje të drejtave të njerëzit dhe prezumimin dhe se shkel prezumimin e pafajësisë dhe kërkesat për vërtetës që të mos mbahen gjatë seancave gjyqësore, le të themi në një ambient të tillë i kanë bërë politikan Veliaj me Tajlir Beqaj. Mirëmëngjes, përshëndetje, diskutimet e kemi marrë edhe për takimin e Rama Mitsotakis. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më të përshëndes, si u gdhive? Mirë, po ju mirë. Po, si dukemi? Po, mirë, dukeni ju, po. është e mira që të bëjmë të më të mirën e këtij vendi, sepse si përshë punët këtu. Patjetër. Një fjalë shkon aty kryetari. Patjetër. Ku e ke eksaktësisht atë çështje, që thua si po shkojnë punët këtu? Po, puna. Po, shiko drejt, mos shiko televizorin. Shiko drejt mos, siç je, mos shiko televizorin. Aty, jemi në rregull, bisedojmë bashkë. Zëre sigur po shihemi sy në sy. U kam dëshirë të bisedoj me gazetarë, se në mos gazetarë që bëjnë mirë për vendin. Po pra, po ju dëgjoj, prandaj po them, më shikon në sy. Mos u kthe djathtas në televizor. Po. Puna është me fjalë që se u diskutu puna pronës atje, kryeministri juaj. Te kryeministri, aha. Po. Kur se ti prona këtu se ke këtu shqiptarët. Fatkeqësisht të dy partitë që janë dy të majta nuk kanë marrë me pronat e shqiptarëve. Bilet, zaptuesve
e ka legalizu. Pra, këtu në Shqipëri vazhdon legalizimi i hajdutit. Hajdut qeveri, hajdut vide tokës, vide të. Një ando. Tush probleme ka të shumëta. Edhe fatkesisht, shala do lufta jerë, të përshoj lufta jerë, se e prishomin shmimet se jemi familjarë, shkojmë atje me përshoj as 2 gjona, as 3 gjona. Kjo kërësorja. Nuk ka një demokratë, socialist, ne jemi gjithë shqiptarë, nga veriu. Pa tjetër. Fatkesimet modhe ka pas kjo vend, këtu që kjo Tiron. Do të dashuroni këtë Tiron, se kjo Tiron ka qenë, ka pas dyrë të hapme. Dyrë të hapme gjithmonë. Shiko, unë e di që ke pak merak të, ju jeni Tiron si vjetër, po e themi, për deri sa kemi ardhur këtu unë dhe shumë të tjerë, po për klasë vërtime, dashurojmë, jetojmë në këtë vënd, ka mundësira. Madje mu më ka rastisur, po kesh personale, më janë bërë më shumë vite këtu në Tiranë. Se Tironi thua ti, nuk duhet ta marrë se sa atje ku kam qënë, kështu që kështu është tani, nuk di, ti e ke pak merak këtë, po... Jo, nuk e ka merak fare, se unë kam shok s'ka përli. Po, dakord, dakord. Dhe kam shunat mirë. Po? Nuk janë zatusa, në fakt nuk janë zatusa. Zaptues, po, okej. Andi po themi gjo. E fundit, po, të lutem. Ishte në Japoni. Dhe bleva i televizor, është që ishte trenë, 12.000 euro. Po, takzoni. 12.000 dolar. Takzoni, shumë mirë, aha. Ashtu, sa qetë politikanët mu ma heqë figurën këtu. Si? Sa ndirë? Aha. Sa ndirë politikanët a i ta heqë figurën. Po prandaj ke shkuar deri në Japoni e ke blerë televizor 12.000 dolar. Jo, u shko për gjë tjetër, jo, u shko për gjë tjetër. Po mirë, gjithsesi, investove 12.000 dolar dhe pas ke graduar atë e ke bërë kështu që kur dalin politikanët a i ta heqë figurën, në? Po, jo për gjithë. Jo për gjithë. Aha, okej, doja ta pyesja zotërinë Ralinja, shumë njerëz do të pyesja që kë e ke kështu, po e themi graduar apo bërë që ta heq figurën edhe kë jo. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes i zonjë. Alo, mirë mëngjes, përshëndetje Andi. Ju përshëndes edhe unë, më thuaj. Ta për atë zotërinë, nuk shaj njëri, po mos lavdërohet aq shumë, janë në hoq figura dhe ke vete tia. Po, ata e sa Rama ike dhe i iku Andi, dhe sa për temën e ditës, thuhet një frazë atje që ligji është i barabartë për të gjithë. Po. E kupton? Ligji është i barabartë për të gjithë. Megjithatë, këta që janë jashtë shtetit, mos të shesin më, mos e kemi parë botën jashtë. Po pse më, mos ta lavdërojnë jo bliba aq, jo bliba aq. Kush të shiti mënd? Edhe këta që janë jashtë shtetit, prit Andi, më falë, këta që janë jashtë shtetit, mos kërcen me ato flamujt më, po të vinë kërcen tu ke sheshi Skënderbej, se kërcen shumë të gëzuar në Amerike, në New York, që janë ato, dali o jam Gjermani, sot ajo, jam këtu, o jam, po hajde një mund Tiranë, ke sheshi Skënderbej, më flisni. Po më shiko, ju thoni që në përgjithësi ne jemi mirë këtu në Shqipëri, thoni ju, në përgjithësi. Ndërsa kur i fton, atëre, kur i fton këta, i fton me një ide që hajde provojnë njërë këtu. Tani edhe është njërë këtu edhe hajde provojnë. Po mund të hedhin... Hajde na i tregoj atë televizorin, Andi. Mund të hedhin... Na i tregoj atë televizorin, na i tregoj ke sheshi Skënderbej atje. Po i më, zotria e tonë në Tiranë, po që... Okej, për të mbyllur. Andi, ata i sa Rama ike dhe iku, sa për atë të opozitës... Ku iku? Iku në Greqia, për ku? Ata i sa Rama ike dhe iku në Itali, në Dubai, nga iku në atë. Okej, mirë, për të mbyllur, të lutem. Jo, më falë, Gjon. Se edhe vetë po qesh, po. Sa për këta të opozitës që bëjnë këto, rejbot qanë këto, nuk them se... Po dhe ata vetë nuk duan e bëjnë kota, se dhe ata s'duan se din, po të bëjnë votime të reja, ata s'do jenë më deputet. Dakor. E kupton? Mirë, faleminderit. Faleminderit përshëndes për telefonatën. Shumë shkurtimisht ta pres dhe... Po ma thuaj, okej, ma thuaj, të lutem, ma thuaj, po thashtë të mbarove tani, të lutem se... Sa pra të Aron Kalan nuk e krahasoj me asi, se ai është njëri më i sinqert ai. Po.
Faleminderit për shëndes. Shumë shkurtimisht do të marrë dhe një tjetër bised. Maulon Galan, koleg gazetar, kemi punuar në media të njëjtë dhe unë kam atë përshtypjen, pas se cili ka, le të themi, atë bindjen e tij politike dhe nismën e tij, kjo nuk diskutohet. Përshëndetje, mirëmëngjes, shumë shkurtimisht ju lutem urdhëroni. Alo, përshëndetje Dajo. Përshëndetje Nipçe, përshëndetje. Më thuaj të dëgjoj me kënaqësi. Mirëmëngjesi. Kemi kohë që s'kemi folur. Kështu që ju dëgjoj me vëmendje, Nipçe. Unë jam i persekutuar politik nga ish regjimi terrorist o komunist. Dhe më vjen shumë keq që këtu dalin komunista dhe flasin kundër lirisë, kundër demokracisë. Por ata komunistat e kthyen atë dheur me tela me gjemba, me burgje internime, me Auschwitzin e Tepelenës e ku ta di unë. Po? Më vjen shumë keq që ai skrapalliu ynë ndodhet në Kafaz. Kjo do të thotë se këtu po të bësh opozitë ky diktatori të fus në burg. Saliu në futi në burg, Ilir Meta në burg. Fatmir Mediu po përgatitet për në burg. Nuk ka opozit. Ishim më mirë kur ishim më keq të populli. Okej, mirë. Prandaj unë bëj apel popullit të ngrem në revolucion dhe të përmbysim këtë të keqe që ka mbuluar atë ton. Pensionistat me pensione qesharake. Po, e vërtet. Mirë. Pensionistat janë më të persekutuar. Ju kuptova, të falenderoj. Të falenderoj të përshëndes.